Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin, duke shpresuar njëherë që të keni kaluar një ditë të mbushur me energji, të keni kaluar një mëngjes të mbar dhe tani do të nisni këtë pasditen me ngjarjet, lajmet rreth jetës së artistëve shqiptar. Ne sjellim pranë jush pothuajse çdo ditë dinamika që po ndodhin në jetën e tyre, ndryshime që po ndodhin në jetën e tyre dhe këto rastësitë që ne i quajmë rastësi, ndoshta nuk janë të tilla që po na befasojnë pafund. Mateo Bori ka qenë 2 ditë pothuajse një nga personazhet më të komentuar, një nga personazhet më të përfolur në për të gjitha rrjetet sociale, që është folur për të, është komentuar për të dhe është shkruar për të, si në marrëdhënie me Brikenën, ashtu edhe në marrëdhënie me jetën e tij, me punën e tij, me privatësinë e tij. Mateo Bori ditën e djeshme ka sjell një fotografi në grupin e tij në Instagram, një grup që në fakt Mateo tashmë është familiarizuar dhe të gjitha gjërat e para, këto sukseset e bukura apo ato lodhjet pas një pune goxha të ngjeshur që do të vjen shumë shpejt në televizionin Top Channel, Mateo Bori i ndan këto momente me publikun e tij dhe me fansat e tij të dashur në një grup të hapur në Instagram, ku Mateo e menaxhon në formën më të mirë këtë grupin. Mateo ka sjellur këtë fotografinë që ju po shikoni, do me thënë është me këmishë të bardhë, një fotografi që e ka hedhur edhe në story. Nëse ne do të lexojmë fytyrën, ne kemi thënë që mimikat janë shpjegimet më të bukura, mimikat janë ato përgjigje që ne duam t'i dim dhe ndoshta nuk i marrim, tek Mateo shoh të kundërtën, shoh një Mateo të lumtur, shoh një Mateo të përmbushur, shoh një Mateo të kënaqur shpirtërisht. Tani, nga ku po vjen kjo gjëja? Vjen kjo gjëja sepse çifti ka një marrëveshje ndoshta për marketing, po e bëjnë të gjithën këtë gjën, edhe Mateo është i lumtur, apo thjesht sepse është në paqe me veten e tij dhe thotë që unë kam bërë maksimumin, tash dua të shijoj suksesin të cilin unë personalisht e kam arritur për veten time, po njëkohësisht edhe për njerëzit që mua më rrethojnë. Mateo ka përzgjedhur që të jetë i qetë, domethënë ndryshe nga figurat e tjera publike që punojnë me një intensitet të madh, punojnë pandal, sjellin video, sjellin ngjarjet më të fundit. Mateo ka vendosur që në karrierën e tij, në artin e tij, të pozicionohet me këmbët të tokë. Do me thënë, të mos bëj drama të mëdha, të mos bëj zëra të mëdha, edhe pse bëri zërin e madh, ka 2 muaj që publiku shqiptar merren vetëm me Mateo Borin, dhe kjo gjëja e ka bërë Mateon që të jetë, do me thënë, në qendër të vëmendjes dhe që të gjithë ne të pyesim dhe të analizojmë se çfarë po ndodh me të. Njëkohësisht Mateo ka sjellë edhe një fotografi tjetër, mbrëm në orët e vona të natës, do me thënë në orët e para të mëngjesit, më konkretisht, që po ktheheshte në shtëpi. Mateo nuk e ka përzgjedhur jetën që të ri diskotekave, të ri klubeve, për të argëtuar, për të kaluar një moment të bukur. Ai e ka zgjedhur tashmë pas Big Brotherit jetën e qetë, nga palestra në Top Channel, nga Top Channeli në shtëpinë e tij. Mateo vozit një makinë goxha lukse, nga kjo që duket, dhe ka ndarë këtë fotografi duke shkruar tek fansat e tij që është ora kaq e mëngjesit dhe unë pas një lodhje të gjatë ende në rrugët e Tiranës, do me thënë ende mundohem që të qetësohem. Kjo tregon një energji të bukur pune, kjo tregon një realizim arritje shpirtërore, sepse zakonisht kur ne përmbushemi shpirtërisht, kur ne jemi të kënaqur shpirtërisht me punën që bëjmë, me veten tonë, me natyrën si ne e kemi përzgjedhur që ta sjellim tek publiku shqiptar, më besoni që të gjitha gjërat duken shumë të bukura, të gjitha gjërat duken shumë të realizuara dhe të gjitha gjërat duken fantastike. Do me thënë, unë shoh një Mateo i cili ndjet shumë falenderues ndaj krijuesit sepse ka arritur që të realizojë një nga dëshirat e tij. Tani cila është dëshira e tij? Normalisht të gjithë këto personazhe
që bëhen pjesë e një formatit siç është Big Brother, ato ka një qëllim të pastër dhe qëllimi i pastër i tyre është të vazhdojnë të ndjekin ëndrrën e tyre mediatike. Dhe unë mendoj që nga Big Brotheri, edhe ky Big Brotheri që përfundoi tashmë, më të fituar janë Matteo dhe Brikena, sepse kanë marrë pozicione të rëndësishme brenda televizionit Top Channel. Të jesh në një spektakël, siç është Top Arena, do të thotë vetëm mendja e Manushit, di se çfarë skenari t'i jap Mateos, di se çfarë skenari t'i jap Brikenës, për të marrë vëmendjen e publikut edhe për të qenë tek publiku i tyre në fund të ditës. Do të thënë shoh një Mateo të realizuar, shoh një Brikenë më të realizuar se kur, që të arrijnë qëllimet e tyre. Sinqerisht, ajo që në fakt dhimbset më shumë tek publiku është ndarja e tyre, një ndarje që na ka lënë të gjithëve në pikpyetje, pyesin veten nëse është e vërtet apo nuk është e vërtet, nëse është e stisur apo nuk është e stisur, nëse është dram apo nuk është dram. Do të thënë këto janë pyetje që më së shumti t'i bëhen, por nga të gjitha reagimet dhe lëvizjet vetë të shiftit, do të thënë kemi arritur të kuptojmë që vërtet bëhet fjalë për një dram të krijuar, por siç duket tashmë ka përfunduar. Do të thënë këto janë të rejat më të fundit të Mateos. Mateo tashmë mundohet që të jetë në forma të thjeshta pranë publikut të tij, është shumë modest, ndryshe nga personazhet e tjera publik, ju e keni parë me sa detaje i bëjnë fotografit, me sa detaje i kurojnë ato fotografi, me sa përkushtim dhe sa përkushtim në fakt u japin atyre fotografive. Mateo Bori është e kundërta. Mateo Bori, do të thënë, mundohet masovikisht që të jetë në qendër të vëmendjes dhe të jetë në fokus të ngjarjeve më të bukura që po ndodhin në jetën e tij. Do të thënë merret vetëm me gjëra personale, merret vetëm me jetën e tij. Unë uroj Mateos gjitha të mira, do kisha dashur që të jetë pak më shumë aktiv me video dhe me fotografi, sepse vërtet publiku e duan, vërtet publiku e kërkojnë dhe duan të jenë sa më afër tij. Do të thënë Instagrami, një mundësi e mirë në rrjetet sociale, thjesht i ndihmon pafund të gjithë këta personazhe publik që të jenë sa më afër fansave dhe sa më afër atij publiku që e admiron, i don dhe qëndron me to. Do ju kisha lutur më bëni subscribe në platformën time digjitale, këtu në Monitor TV, për të ndjekur të gjitha video që ne sjellim pranë jush, të gjitha ngjarjet që ne sjellim pranë jush, për të analizuar, komentuar të gjitha dinamikat nga jeta e artistëve deri tek personazhet që ju dëshironi t'i keni në tryezën tuaj.